Kështu që mendoj që gratë bëjnë një sakrificë këtë gjëra shumë normale, është shumë normale kjo ndodh, jo ndonjëherë po ndodh shumë herë me harru shumë gjëra për veten time sepse është shumë më i madh për fëmijët të mundu. Është nana e pjekur gjatë moshës kur ka kriju familje, duhur ajdin sa i përket kujdesës familjes të reja, kur po janë moshë shumë më e re, normal që është pak edhe mosha, mos dija shumë e madhe sa i përket familjes. Që në momentin kur ndiheni ju të gatshme, që jeni të plotësuara, që jeni të gatshme për kriju familjen, atëherë është gjëja më e mirë që mundet me ju ndodh në jetën tuaj. A duhet të sakrifikojë një grua gjithmonë? Po, varet për çka, se është do të më sakrifikohet, sidomos për familje, po do të më sakrifikohet. Sa sakrifikojnë gratë sot? Këtë varet, unë për mendimin jam është të varet situatës edhe prej qysh të vëzën jeta për çka është puna. Kështu që mendoj që gratë bëjnë një sakrificë këtë gjëra shumë. Mendimi im është që gratë janë shumë pozitive, sidomos në sakrifikimin. Sa rendi parë është familja, po edhe në gjëra tjera mendoj që shumë. A sakrifikojnë më shumë se burrat gratë? Varet, po edhe burrat nuk është që nuk sakrifikojnë, mirë po edhe gratë kanë një sakrificë shumë të madhe, mirë po varet këtë qysh është situata për çka. Sakrifica më e madhe që ti ki sakrifikuar për familjen tënde? Nuk është që më ka ra mu ballafaqu me një sakrificë të madhe sa i përket familjes, kështu që nuk kam diçka që kisha mujt me specifiku konkretisht çka. Përgjithësi ti po shohim se jem non, a ka ndodhur që herë me harru veten të kujdes për fëmin? Po, shumë normale, është shumë normale kjo ndodh, jo ndonjëherë po ndodh shumë herë me harru shumë gjëra për veten time sepse kujdesi është shumë më i madh për fëmijët të mundu, gjithmonë të më të mirën për fëmijët e mi, kështu që është shumë normale, më ka ndodhur disa herë kjo rast. Sot nonat përgatitura për me qenë tamam nona të kompletuara. Në qoftë se është nana e pjekur gjatë moshës kur ka kriju familje, mendoj që janë shumë më të duhur ajdin sa i përket kujdesës familjes tyre, mirë po të gjeneratat e reja kur po janë moshë shumë më e re, normal që është pak edhe mosha, mos dija shumë e madhe sa i përket familjes, mirë po si të është një moshë e pjekur e gruas, kështu që mendoj që është shumë në rregull sa i përket kujdesës për familje. Po këto, a duhet patjetër një femër të jetë në moshën, domethënë pak më të pjekur të bëhet nën, apo çu e kanë zgjedhur disa po i shohin që mendoj që kjo është zgjedhje personale, gjithkush vendos për veten e vet, mirë kur është e aftë ose kur është e gatshme për me kriju familjen e saj, mirë po mendoj që një moshë më e duhur do ishte pi moshës 20 e të naltë se sa moshat në 20, ajdin normal do të me pas mas pari me kry pak një shkollim e diçka ajdin me ka ma të përgatitura më shumë se sa një moshë shumë e hershme për krijem të familjes. Sa të ka ndryshu jetën ardhja e fëmijës? Po, është normale, ka ndryshu jeta shumë, thujse 100% ajdin, se sidomos tek fëmija ajdin aja ndjenja e qenurit nën të mundu me bëjë më të mirën për fëmijës tënë, mos me i mungu asnjë gjë, normal është një ndryshim shumë i madh i jetës. Mirë po është diçka një ndryshim shumë pozitiv për mendimin tim. Që për të mirë? Po, shumë normale, është që gjithmonë vetëm për të mirë. Që ai kështu se gjithë atyre femrave që dëshiron të bëhen nëna të ardhmen? Unë kisha këshilluar që në momentin kur ndiheni ju të gatshme, që jeni të plotësuara, që jeni të gatshme për kriju familjen, atëherë është gjëja më e mirë që mundet me ju ndodh në jetën tuaj, kështu që pse jo urej gjithave femrave që të shijojnë këtë epitet, nëse është ndjenja më e mirë që mundet me marrë një femën. Ishte shumë kënaqësi, të uroj më të mirat, në ditën e mbarë. Shumë faleminderit edhe për juve.